Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton Monitor TV, këtë herë për të folë pak për Gjestin. Gjesti një nga personazhet më të dashur, një nga personazhet më të duar trokitur të Big Brotherit, siç duket nuk po kalon dhe në aq ditë të lehta. Ju e dini shumë bukur që Gjesti ka patur disa sfida, në fakt sfidë që e përjetoi që nga kompania On Air, do me thënë luftra që pati me këto kompani të cilat fatkeqësisht akoma nuk janë zgjedhur deri më sot, por vazhdojnë edhe betejat e tjera ndoshta nga lëndime që Gjesti ka marrë edhe me Bonart Ajvazin. Kësaj here do me thënë nuk u bë lajmi shumë i madh që Gjesti hoqi dorë nga kompania 360 për të menaxhuar siç duket vetë suksesin edhe famën e tij, por edhe projektet që Gjesti do t'i sjellë në të ardhmen. Së fundmi kemi parë një Gjesti krejtësisht ndryshe. Ne kemi dëgjuar nga rrëfimet që Gjesti vetë ka treguar dhe nga forma që Gjesti do me thënë ka ardhur tek publiku shqiptar me intervistën pas vdekjes së vllaut të tij Eldionit, Gjesti ka treguar që ka kaluar një krizë të madhe shpirtërore që nga ankthi, depresioni deri tek frika e madhe, lufta me veten, gjë që Gjestin e ka çuar edhe në vendime, le të themi deri diku ekstreme, që të merr pistolete dhe të shkon edhe atje ku e kanë dëmtuar sa më shumë. Por së fundmi kemi parë një ndryshim rrënjësor shpirtërisht tek Gjesti, të pranuarit të realitetin ashtu siç është, të pranuarit të vërtetën ashtu siç është, me patjetër që është arma më e madhe për të filluar dhe të ringrihesh në këmbë. Dhe në këtë rast, forma që Gjesti ka përzgjedhur që të rikthej në veten e tij është të mos të qëndroj vetëm dhe të mos ta çoj kohën në dëm në mendime negative. Gjesti ka filluar që të jetë aktiv në palestër, nga publikimi që bëri me këngën Gasolina, një këngë që në fakt u mirëprit jashtëzakonisht shumë bukur te shqiptarët, një këngë që do të vinte me dhurata dorën dhe erdhi me dhurata dorën, por nga fakti që kënga nuk pati videoklip, sepse ishte një këngë që ishte punuar dikur, Gjesti po tregon që po përgatitet për një shtator, nëse ne do t'i kemi temperaturat e ftohta, Gjestin do ta presim shumë të nxehtë. Gjesti po bëhet gati për një sezon bombastik. Palestra unë e di gjithmonë që të ndihmon jashtëzakonisht shumë në mendime dhe të ndihmon dhe në ankth, të ndihmon dhe në depresion dhe të shndron krejtësisht në një njeri tjetër dhe Gjestin unë e shoh krejtësisht një njeri pozitiv. Gjesti ka publikuar këto foto që duket që ka bërë ndryshime të trupit të tij, por gjithsesi Gjesti ka premtuar që do të sjellën këngë të reja tashmë të publikuara në kanalin e Gimbos. Si e shikoni ju Gjestin tashmë dhe çfarë pritet nga Gjesti?